Ka filluar Gazbardi, po më përmend mua. Kjo do të thotë që do bëjmë shumë e famshme tani. I kam dalë dhe në ëndër sa filloj sot do më përmend. 3 javë në listë edhe shpërtheu gazi. Se prisni mendjen se tani do përfitoj një gjë nga kjo, do bëjmë shumë e famshme. Ose prisni mendjen, po thjesht në 11 maj votoni numrin 5 Partisë Socialiste, votoni Zegjine Çaushi. Te lini gazin të merret për të netën e vet se ku do shkoj. Ndërkohë, mje pak edhe, ja dhe një sekond, mje pak edhe 9-ën. Rame, e pas ka hap thesin dibër. Si kishe thonë? Ne ja dham shpatër e drejtësisë dumarit në dorë. Rame, kujtja udhëto. E din gjithë që ishe investu pash me dyshen tjetër, 3 këndqit Bermudës, ke dikush tjetër. Ti din dhe makinacionet e qasit fundit. Kapën me preshëndu rruga Elbasanit, Rame. Dhe u detyrove ta pranosh dumanin. Ku jem sot I mëra me prokuror të pavaru nga ty. Edhe BK në fillim, ja dhe Samir Tahirit, deri të ta oqi gjukata. E mëram, kërcem prifti nga Belaja. Vazhdo me rena dhe Rame, po vetën ta të re. Se 7 313 Rame. Tani, ju të dy keni mbaru aktrim të dy, apo jo? Keni mbaru shkollën, jeni aktor të dy. Kërcet prifti nga Belaj. Ka dash kërcen, po. Ju të dy keni mbaru për aktrim. Kush ma shkel nga ju syrin si luli? Kur ja shkel ra? Mos më... Se bëndo, pas bëhet fjallë, se është në nivele shumë të larta. Nuk e bëndo, bëhe dhe jerë gëndo? Nuk e bëndo. Atë që bënde Luli nuk e bëndo. Luli përveç këtyre replikave, ka bënë një gjë tjetër gjatë kësaj fushate? Se kam djek për të. Do këtë ongër në i drejk me të shpisë. Mund këtë bëhe, po, vedem shiko, kjo është realisht qetësuse, ti psere ka qëtësi ti? Jo, unë kam një probleme. Pare unë e më sjellshëm. Pos më kërko, pos më dhe fjallën nuk flas 1 e 2. Kush më ndërpret fjallën, unë le atë tjetër që më ndërpret. Nuk kam të bëjen kontrast me gendin njësësh. Shiko, më bëj një pyetje konkrete, që t'jam i përgjigje që t'justifikoj që ka marrë diku se mos I kam zënë vendin dikujt tjetër. Kurdo? Pyetja. Pyetja ishte, kush të është dukur ty top 1 nga gjitha këto? Top 1 është vetëm njëri këtu, I cili I ka bërë lesat dhe grackat për të gjithë, përfshirë dhe doktorin, dhe të gjithë po bën lojën e tij. Është I vetmi I cili megjithëse kupton që nuk ka thënë asgjë të keqe, pushtetar autik, sepse e thënë në term, kjo I justifikon, pra nuk ka të bëj fare me fëmijët autik atje. Unë ndjej kaq, është kaq mendje, s'dua të them në epitet, sepse unë s'kam asnjë përgatësi politike, saqë mendoj që duke bërë apologji, pra duke kërkuar ndjesë, do fitoj pik mbi gabimin që bëri nëse është gabim. Nëse nuk ka qenë e kalkuluar. Pra, ideja është kjo. Ne jetojmë në kohën e post-truthit, do të thotë që duke filluar çik më pak se sa studiet e tjera këtu te ty, ndoshta nuk është tendenca jote, por është të ftuarve të tu që të tërheqin dhe ty ndonjëherë tek mos të përqendruarit tek thelbi I problemit, por tek pjesa emocionale dhe efekti që ka tek njerëzit, domethënë jo thelbi. Vetëm jam shumë dakord. Vetëm ka një gjë që të mbetemi këtu. Sepse 2 ditë më parë, kisha një emision për një atentat komplet gabim, ku në një makine me 3 fëmijë, 2 prej cilëve të mitur. Të 3 gati të mitur, apo jo? Nëse do kishte ndodhur në çdo cep të globit, që 3 fëmijë qellohen me 50 plumba Kallashnikovi, pa pasur asnjë faj, do reagonte shoqëria, do reagonte policia, do reagonte politika, këtu s'reagon asnjë. Po s'ka më skemi ne vetë. Nëse ti më thua për thelbin, ke shumë të drejtë. Po thelbi kërkon dhe një shoqëri që e trajton me thelb gjën. Ti nuk mund të shkosh te thelbi nëse shoqëria nxjerr personazhe të tillë. A e di pse? Sepse e kam thënë disa herë, me që thash kam këtë eksperiencën e 35 viteve. Njerëzit që dolën nga komunizmi ishin të edukuar në komunizëm, ishin të pa edukuar me demokracinë, nuk I njihnin parimet e demokracisë, ama bën ç'është e mundur që ato mësime që dinin, ashtu si mendon ata se funksionon demokracia, ta vinin në funksionim. Pra, s'dua t'i përmend prapë emra, po kemi pasur Servet Plumbin, Namik Doklen, që vinin nga një diktaturë, të formuar, të edukuar në atë, që tentuan, edhe kur drejtuan parlamentin, edhe kur ishin politikan, I zbatuan rregullat, apo jo. Ty të vinë sot të ri, të lindur në demokraci, të lindur mbas 90-s, që kanë qenë njerëz të lirë, që janë, se kjo fjala servil është bërë rëndom, që janë kopje të shëmtuara të kryetarit partisë,
që nuk të thonë asnjë llaf të vetin. Dhe që ç'është me keqja, nuk janë asnjë i brezi mesit, që këtu e thoshin atë llafin si do të bëshin pak palaço këtu, po aty ke dera, thoshin mos ma vëre se ishte për atë. Këta dhe atje të thonë, po, janë komplet indoktrinuar. Është temë shumë e gjerë. Për të mbyllur atë që thash, pushteti, politika këtu tek ne është shëndruar në 2 njerëz ose në 3 në rastin të keq. Ka qenë 1, ka qenë Enveri dhe gjithkush ka qenë poshtë në politik, ka qenë servil, ka qenë pa dinjitet etj. Dhe këtu çdo kush është nën liderat të 2 apo të 3, sa 4 po deshe, janë pa personalitet, pa dinjitet, dikush më shumë, dikush më pak, ndërsa tani po bëjnë qesharak të gjithë. Problemi është që kemi hyrë në qark vicioz. Tani të gjithë s'mund ka njerëz që tentojnë që ta mbajnë. Ata që dalin, që ekspozohen, domethënë shumë pak janë të kujdesshëm, e shohin veten që nuk i përkra njëri tërhiqen. Problemi është që kemi hyrë në qark vicioz, ku lideri sheh që dikush po ja merr primatin dhe do të superojë veten, do të superojë dhe atë tjetrin. Tjetri do të imitojë liderin, po deri në far kufiri, sepse më tepër se lideri, kujdes se që kanin kokës. E gjithë kjo vorbull çmendurie bën që ne këtu që jemi të shkolluar, të edukuar dhe njohim dhe Europën, ne ndjehemi është tjetra. Deri një periudhë kohe, secili bënte rolin e tij. Lideri bënte liderin, Karagjozi Karagjozin, Klouni, Gastorin, ekonomistin me që e përmendi, tani lideri do t'i bëjë gjitha këto. Slëmas cilit do t'a bëj vetë dhe Gastorin dhe komikun, sepse dhe ai do ato që tha Ranita, do klikimet. Do se s'ka kuptim që video e liderit jetë më pak e klikuar se video e... Që Ranita tha, mjeti justifikon qëllimin. Të gjithë këta janë halexhi. Njëri ka hallin më të madh, tjetri ka më të vogël, e kanë të ndryshëm. Njëri ka hall miliardash, tjetri ka hall burgu, tjetri ka hall rroge dhe pensioni. Një deputet sot është puna më e bukur që mund të marrë një person i cili mund të jetë profesionist, apo jo. Dhe në këto kuadër, ato kanë vetëm kaq pak hapësirë, kaq pak kohë, që të bëjnë maksimumin, marrin atë që duan. Dalësh deputet sot është një mrekulli, rroga ka vajt gati 5 milion lek, pensionin e këtë mrekullueshëm, nuk qosh, ka deputet parlamentit që unë si ja kam pa fytyrën 4 vite, nuk ja kam dëgjuar një orë qa mendimi ka, një fare. Sot po flisja me dikë që është marrë një kohë gjatë me politikë, tani ka hyrë një punë tjetër, qa thua ti, tha, politika ishte rahatë, nuk bëja si punë. Djeta, makina, celulari për ato pensioni do t'i dalin 2 milion lek. Në vit deputetet. Po të vësh deputet sot është një mrekulli. 17 milion euro, 11 rroga, 6 janë djeta gjëra. Mbas kanë 3 vjet 70% rroge, pensioni u del Tjetën me 50%. Ajo, jo atë Gazbardin të bëjt, Zeqineja, po nuk e di se qa mund të bëjt. Besoj që Zeqineja me ndonë pension. Jo se kam personale, unë po tisha atje ndoshta do votojë për Zeqinen, sepse është lezetshme. Se këto zgjidhjen e kanë se kush është më e lezetshme. Kush ishte, s'ma the kush është më e lezetshme. Nëse do mendoni për pensionin, do kisha shumë respekt, ti ishin aq larg pamse, po as për këtë nuk është se t'japi një... Ja, vetëm se Edi Mushmang, iku doli te regjizori madh. To nga regjit e vogla, kush të duk më e bukura nga këto? Edona Bilali, Klevis Balliu, Zeqineja, ai recitusi Adriana Kalaja, apo Luli? Apo Rama me Vrenozin? Shiko, Rama me Vrenozin do një emision më vete, ose i cikl më vete, sepse është fenomen shumë për të studiuar. Ndërsa, ajo e para... Ajo është gjë më politike, Rama të tonë t'i marë për dës... Më trishton, shof shumë gjëra të përzira, ajo doktorit. Unë nuk kam asgjë personale me Donën, me thënë drejtën, por ajo e ka vënë kufiri shumë lartë. Ajo tha, Rama është Zeusi, Rama dhe pak bëhet Zeusi, ne bile kam pas një debat me Donën, ju uroj sukses, e di që do fitoj, ose të paktën... Po. Shumë atë e di që do fitoj. Kjo ishte ke thonë gjitha Edo. Po, edhe, pse mund mos fitoj, apo s'është listë. Po, kjo është shumë si batut. Nuk e di. Por, jo, kjo reklam, kjo është trishtim shumë i madh. Domethënë, kjo tregon gjendjen morale, gjendjen artistike, nuk e di, domethënë. A mund t'jap vot? Ja, vetëm sekond. Është aktor humori ai zotria aty, domethënë. Patjetër, ma ai është aktor, nuk ka lidhje. Ai është super aktor, po. Ai është po, ai s'ka lidhje personi që luan, është konceptimi, skenari. Për kë voton ti? Luti. Mund të jetë një autokritikë e faktit që këtu cirkus punën prej kohësh, estrada po është mbyllur, godinat të teatrit është shëmbur, dhe këta kanë menduar që me që ka hapësirë kaq të madhe, mund të marrim skenën. Mendoj që kjo e kalon e para, edhe për faktin që në Shqipëri vdekurit edhe votojnë, domethënë kuptimin që ti i numëron votat, por kjo është e para edhe për shkakun që ti nuk e di më kujt. Mund të ishe bën një konkurs, kush bën videon më të bukur, e di si do ishte? Ti jepe një çmim, nuk di më ku i ke kufit. Domethënë këtu është kush për kë voton? Nuk kam vjet kuqe për këtë.
Për këtë me doktorin? Për këtë, vetëm se duhet harru një gjë, zgjedhjet nuk janë për të zgjedhur atë që bën videon më të mirë, po atë që bën më pak dëm. Dhe njerëzit duhet mendojnë kush bën më pak dëm dhe jo kush bën video më të mirë. Se video më mirë kjo më duket në këtë logjikë. Kjo të duket absurde. Në logjikën. Do të thënë, nëse Netflixi do të hapte një konkurs, do të thoshte që më thoni idenë më të shmendur për zgjedhjet, kjo padyshim do të ishte. Po kjo vepron pozitivisht apo negativisht për personin? Unë mendoj që fakti që ajo ka hequr vetë nga rrjetet sociale e ka kuptuar, do të thotë që ka shkuar shumë larg. Mirë po. Në logjikën kush bën? Mirë po. Një gjë që ti e bën rrjetet sociale, nuk e shuan dot më. Nuk jem aq i padukshëm. Jo, s'ka jo, pastaj merret është e pamundur, po hodha aty, vuan pasoret. Në rrjetet sociale merret çdo burim. Dhe kam përshtypjen që merren në televizion tani. Kjo video do të lejë gjurmë, jo te Edona Bilali, po të tre personazhet e tjerë që janë brenda, përfshirë fëmijën e vogël. Po, Zefina. Në logjikën e kush bën më shumë dëm dhe kush jo. Jo, kë zgjedh ti njerëz, se mos më shmang për zgjedhjes, po. Sigurisht këtë, sepse pavarësisht se fyen atë tu është shëndetësia falas, të shkodranëve që e kanë gjithmonë brillante, do të kjo është ato humoret shterpe të fillim viteve 90. Shkodranët kanë qenë gjithë jetën therrës me pushtetin si koncept. Po pra, këtu e kanë fyer, pra këtë po them, pra humori shkodran gjithmonë ka qenë on top, këtu është fyer dhe kjo gjëja më specifike që ata kanë dhe nuk e di kush e ka këshilluar, kush e ka konsultuar dhe kush e ka bindur deri në fund që ta hedhë këtë video, sepse mund të bëhet një video, ti e mendon, e koncepton, edhe mund ta shkruar si skenar. Po kur e shikon se si po del nuk e poston. Në fakti që e kanë çuar deri në postim, do thotë që s'ka pas asnjë lloj konsulence, asnjë lloj mendimi. Po pra, ai filtri që tha ndërsa nga ato që bëjnë dëm, nuk ka qenë vetëm media ka pasur 3 filtra brenda saj. Redaktori, gazetari, kryeredaktori, blendi çdo. Ndërsa ajo që bën dëm, Fevzi, është ajo e Zeqine, mos ja ngatroj emrin. Sepse gjuha që ajo përdor aty, ajo është shumë seksiste dhe një moshë e tillë, domethënë të flasim atë lloj gjuhe, është një lloj dhune në gjithë komunikimin dhe të ndodhi kjo. Është reklama më e keqe që i bëhet arsimit të 12 vjet. Absolutisht. Kujt arsim? Arsimit që ka bërë Vënjusha. Testit pizës. Je aktiv në rrjetet sociale? Shëqër nivelli arsimor ke përgjithsi? Ka një nën tekst, ai teksti asaj që është i tmerrshëm. Patjetër, e duket. Edhi çka kishe po thosha që ndërtimi asaj. Domethënë unë jetoj duke shkruar, kam shkruar mbi 1500 tekste. Dhe ka teknologjinë e vet, ka logjikën e vet, ka teknikën e vet, mesazhet si jepet, ku diun. Aty është çdo gjë mbrapsht. Është si të bësh një shtëpi me çati poshtë. Atë reflektimin e vet, sepse unë jam shumë e bindur kur ti e shkruan një gjë, lexon një gjë shtëpi me çati mbrapsht. Do të thënë shtëpi e vendosur çatia poshtë, pastaj kati tret, bodrumi, do të thënë çdo gjë mbrapsht. Asgjë, nuk e di se si. Është absurde, as absurde jo. Anakatema. Do të thënë, nga ato gjëra që ti thë që nuk e shet dot më. Për mua kjo është përkufizimi i kësaj fushate. Ti me shumë të drejtë dhe unë kam ndjekur paralelisht, jo se ty në mënyrë aktive, fushatat, kjo vërtet është fushata më nuk ka thelb fare, domethënë nuk ka fushat, nuk kemi fushat. Nuk ka thelb, është komplet. Kujt i jep notën? Domethënë të them 10-ën, s'ta them dot, do të them kujt i jep 4-ën. Bisedoj për 4 e në gjitha. Janë shumë video të trishtueshme, them drejtën, por guximi për të bërë një se të gjitha janë edhe personale, po themi kandidatja si kishte emrin, do më thënë është personale, edhe ai nën teksti është personi vetë, po fakti që merret guximi dhe bëhet një giveaway për fushat elektorale, më duket edhe shkelje, edhe guximi të pruar, edhe ignorancë, edhe... Mos dje, se s'ka pasur rrjet social fare, se duket dhe nuk e di funksionim. Më duket shumë... Ajo të duket më të mërshme. Pa tjetër edhe videoja humorit Shkodran, për mos kalu në përsëritës, sepse ai nuk është humor Shkodran, është konceptuar dhe nuk ka lidhje fare as aktori humorit. Aty është tentuar të preket kjo ideja e fjalës që është dhënë, që ti po edhe fjalën do e mbash për deputetin që do e votosh, po është e bërë në mënyrë të keqe. Është krimi konsumur. Më e trishta. Jo, mos e thuj. Arenida, kujtë e jep, se do këthem fund në ty. Video sparë, të ndrejtën dhe unë. Video sparë. Me spitalin, që është shumë e trishtueshme. Pse? Do e bëj me donën ta postojnë me emocione shumë të forta, pra në një moment saktuar të qonë në një gjendje shumë luan me gjysh, me nipin, me lidhje familjare, që nuk të përcjellë dhe emocione. Flet me atë zërin e shuar që a mund t'jetoj deri me datë 11. Ajo të trëm, në fillim të trëm. Pra luan me një ekstrem të emocionalitetit.
për treguar një të keqe të madhe për të shkuar tek ajo e Se ka mira më njerëz pas. që kanë thënë jetë, a mund të jetoj dhe pak të shoh se do më lindi nipi, Po, dua të shoh fëmijën, pres të mbi nga kemi të gjithë emigracioni. kujtime me nga një fjali Po tillë, të jetoj sa të jap votën, këtë, jo, këto dhe partisë ka pas këto. Më shumë se për këto që performojnë vjen keq për ato që kanë shkruar tekstin. Po më për tekstin po flasim, ato që performojnë s'ka lidhje. Dhe janë shefat e tyre, nuk është. Po, Për mua më e trishta që realisht më trishtoi dhe më mërziti ishte ajo e Tevis Balliut. E dyta, po. Nëse e ri përsërit, do këtu ka 30 vjet që luhet me tavolinën e të varfër në Shqipëri. Ka 30 vjet që bëhet fushat, mi gjeniane me tavolinën e varfër që ka qenë gjithë jetën. Nuk është se në kohën atyre tavolina e varfër shqiptare ka qenë më e mirë. Minimumi e tij ka qenë i tmerrshëm, si në kohën e këtyre që erdhën, si kohën e këtyre që ishin para dhe minimumi e tij ka qenë i tmerrshëm në Shqipëri dhe të lush me tavolinën e të varfëve, të vësh fushat. Ma beso, unë e kam parë me sytë e mi. Po të dy janë video që janë fshirë. E kam parë me sytë e mi. Kjo për mua është një video shumë e trisht. Të bësh fushat me tavolinë e varfër shqiptarëve. Ti thush ti përpiqesh ti mbushësh mendjen që kur të vinë në pushtet tavolina e varfër shqiptarëve do të jetë më e tillë, për mua është skandaloze. Po unë e kam parë me sytë e mi, ma beso. Në një fushat elektorale ishte një familje e shkundur, ja kanë çuar divanet, ka ardhur deputeti, ka bërë kronikën, ka mbaruar dhe ja kanë heq divanet nga shtëpia. Ja mori divanet prap. Për këtë të betohem, e kam parë me sytë e mi. Pra, I çoj divane për të bërë kronik. Divanet, bën kronik, sa bukur shtëpia e re, mbaroi, mirupafshim, u mbyll kamera, i hoqën divanet. Pra mua... Pa ja marr votën? Ore, u po kronika Blendi iku, pra për mua kjo është skandaloze. Për mua kjo, sa ajo e Shkodrës edhe mund jetë si me gjys humori, kjo për mua është... Kjo për mua është, domethënë ta kthesh tavolinën nga bardhëzi me ngjyra patate. Është teknika jo në kthimin bardhëzi me ngjyra. Për mua kjo është hollywoodiane, po jo. Kjo është për mua. E ke dhe filmin Nixon që mikson pamjet bardhëzi, takimin të Harmon video realizim amator, okay. Që persona që investojnë shumë vite të jetës tyre, që janë shumë serios, kanë shumë ambicje, që shfaqin publikisht të kuruar, të veshur në një spot të vetëm, hedhin poshtë, ndoshta për shtyt vetëm kësaj studio apo dikujt tjetër, shumë pak, se ndoshta funksionon në hedhin karrierën. Jo për mua zotria e ka heq karrierën, pra unë nuk mundem që të kthej nëse ka shumë politikan të cilët bëjnë një karrierë gjatë dhe gabojnë një moment dhe kjo ju kupton. Janë gabime shumë të mëdha, Blendi, që flasin shumë për inteligjencën e tyre, për botkuptimin e tyre, unë për vete nuk i toleroj dot. Ndoshta dikush tjetër toleron. Asnjë nga këta që pam nuk mund të jetë në spektrin tim, nuk e shoh dot, nuk komunikoj dot, mund bëj gallat, po jo ti marr seriozisht. As Lut Bashën jo. Arenita, një pyetje, sa kishim paguar deri tani për spote? Në fakt, në rrjetet sociale, përveç se për të arritur këtë vizibilitetin në mënyrë organike, në 90 ditët e fundit është shpenzuar një buxhet $135,381. Dhe pesha më të madhe është bërë në 30 ditën e fundit, rreth $130,000. Ndërsa në muajin e fundit, pra 30 ditët e fundit, është shpenzuar tek 54%, 53% tek $72,587. Këto janë fushatat e sponsorizuara për politikën. Ma pak Kuksi me Gjirokastrën pas kanë shpenzuar. Po, Gjirokastra dhe Kuksi. Dhe jo, €78,000 nuk janë pak kur sponsorizimet janë me nga $5 dhe nga $10. Jo, në fakt nuk është nga $5 dhe $10. Rritja për sponsorizimet, pra këtu janë vetëm sponsorizimet që janë nga politika apo entet e caktuara të cilat janë. Kjo nuk është një vlerë e vogël, madje shumë e lartë se sa dhe viti i zgjedhjeve të kaluara që kanë qenë, është e konsiderueshme. Kjo tregon që realisht po shpenzohet për të pasur sa më shumë vizibilitet në rrjetet sociale. E shohim me memet, viralet, video të cilat ata po mundohen të marrin organike dhe çdo video tjetër që nuk ka një vizibilitet të madh, po sponsorizohet për të pasur sa më shumë audiencë. Atëherë, ne u fokusuam kryesisht te videot që ishin pak, përdor fjalën qesharake, nuk janë as qesharake, se disa prej tyre kanë edhe lloj dramaciteti brenda tyre, ku përzihet një tragjikomedi vetvete, dhe u fokusuam kryesisht te këto video.